ballafaqoar në mënyrë të vazhdueshme me fëmijët që kanë pasur përjetime të forta emocionale, në frikë, në angst, në ndjesi jo të mira që ato kanë marrë kur e kanë festuar, edhe pse kanë qenë në grup, edhe kur festohet në grup, e kemi më të lehtë ta përballojnë, edhe të bëhemi pjesë të grupit dhe fëmijët mos ta ndjejnë shumë përjetimin. Ama kur kanë shkuar në shtëpi, prindrit kanë raportuar një gjumë jo të mirë, kanë raportuar ndjesi jo të mira dhe që nuk kanë qenë të mëparshme, kanë qenë si rezultati këtyre festimeve të Halloweenit dhe ndonjëherë prindrit dhe mësuesit futen në një tip kolapsi që nuk dinë si t'ua shpjegojnë dhe nuk dinë si të reagojnë kur fëmijët kanë të tilla përjetime. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne përpara se ta zhvillojmë një festë, fëmijët i përgatisim. Edhe nëse nuk dimë ta bëjmë këtë, është më e mirë edhe më e udhës si thua të mos bëhen këto festime